është hoxha më i ri në moshë në Kosovë. Kujtim Hyseni nga Podujeva ka marrë vëmendjen e të gjithëve për lidhjen e tij të fortë me Shqipërinë, që në moshë të re kishte kundërshtime të ideologjisë ekstreme. Vetëm 27 vjeç, ai është një imam që përfaqëson një vizion tradicional kundrejt çdo rrymë që tjetërson kombin. Figura e tij është bërë e njohur që nga veprimi i tij kur vendosi flamurin shqiptar në minaren e xhamisë. Ky moment u diskutua në media e në shoqëri për dallimin mes fesë dhe kombit. Nga viti 2015 ka qenë vazhdimisht i angazhuar si aktivist i ngjarjeve kulturore atdetare, sociale e vullnetare. Në janar të vitit 2022 u bë imam i xhamisë të një fshati në Kosovë. Ai u veçua me pjesëmarrjen e tij në shumë tryeza, konferenca, organizime brenda e jashtë vendit, pro paqes, tolerancës e diversitetit, kundër ekstremizmit e radikalizmit. Sot në vizionin e pasdites, Kujtim Hyseni vjen me rrëfimin e tij të rrallë mes fesë dhe kombit. E përshëndesim me njëherë imam Kujtim Hysenin, i cili ndodhet në të pjesë të fundit programit për ta përmbyllur së bashku. Ju falenderoj shumë që jeni me ne. Përshëndetje për juve, falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësia ime të jem në mesin e juaj. Besoj që gjatë kësaj periudhe, sidomos pas gestit tuaj për të vendosur flamurin në xhami, jeni komentuar shumë. Si ka qenë kjo periudhë? E rënd apo do e quanit me më shumë motivim për të bërë punë të mirë? Për mua ka qenë më shumë motivim për të bërë punë të mira, sepse ne duhet të tentojmë çdo herë që ajo që është e vërteta, një vizion të pastërt që kanë pas më herët edhe baballarët tanë, gjyshrit tanë, ata njerëz që kaluan pe kësaj bote me të njëjtin vizion dhe me të njëjtin qëllim, e ju na është ta vazhdojmë prapat emanetin e tyre apo atë ideologjinë dhe vizionin e tyre pro vendit, pro paqes, pro tolerancës, pro dashurisë ndaj atdheut, sepse këto e përësit edhe Zoti i Madh në Kur'an. Për mua ka qenë diçka e mirë përkundër vështirësive, përkundër sfidave, të cilat mendoj që në të ardhmen të gjitha ata të cilët ndoshta kanë pikpamje të tjera, dhe pse ne nuk është diçka e rëndë dhe e keqe të ketë diversitet, mirë, po të ketë diçka e cila duhet të komentohet dhe duhet të flitet, tek ne mendoj që në të ardhmen do të ketë një vetësim, edhe njerëzit do të kuptojnë të vërtetën. Kjo është e jona. A prisni ty që do të kishte kaq shumë komente vendimi juaj për të vendosur flamurin në xhami? Mendoni që do të kishte kaq impakt? Qysh nga 2015 ne kemi bërë të veprime me shoqërinë tonë, sepse unë mund të jem më i vogël ndër ta, mirë po me shoqërinë tonë. Kemi bërë të veprime duke vendosur flamurin për çështje për festa kombëtare, sepse them drejtën, unë konsideroj që sot jam duke folur një televizion i cili është në kryeqytet joni, pra Tirana, sepse ne jemi Kosova këndej drinit dhe Shqipëria që është andej drinit, në fund ditës jemi jemi një gjak dhe nuk mund ta tjetërsoj askush këtë të cilin ne po e themi, sepse është e vërtet, edhe çdo kush që tenton të bëjë një hap ndryshe, konsideroj që ai njeri llogaritet tradhtar, edhe nuk duhet që ai njeri të merr lirshëm frym, sepse ndoshta kjo mund t'i llojet si kërcënim, mirë po ka pas vështirësi të mëdha për të formuar këtë kënd. Çdo njeri që harron përmend dëshmorët, harron përmend martirët, harron përmend flamurin mbi të cilin është derdhur gjak për liri. Unë konsideroj që ai njeri nuk e ka vendit të jetë mesin tonë. Ama kishte edhe komente në cilat thuaj që nuk duhet ketë një ngatërres mes kombit dhe fesë. Prisnin ty që do të kishte komente të tilla dhe sa ju ndikuan, sa ju bën të ndiheshit keq që shumë shqiptar nuk e pranonin pra që të kishte një bashkim të fesë myslimane me flamurin shqiptar. Të gjithë ata të cilët nuk i takojnë ideologjisë të një islami tradicional, dhe të gjitha ata predikues fetar, klerek fetar, të gjitha feve, nuk po flasëm vetëm për fenë islame. Në fjalorin e tyre nuk kanë fjalor për kombin, për atdheun. Ata duhet të ndrojnë fjaloret e tyre dhe duhet vetisohen, sepse janë njerëz që i ndjek dikush. Mirë, po nëse flasëm këtë temën e cila është bërë temë pothuajse çdo ditë, çdo vjet, feja apo kombi. Zoti ma më shumë para se të krijojë çdo gjë tjetër, i ndajti njerëz në kombën e fisë, që është edhe citat koranor,
Dhe po të mos ishin kombet dhe fiset, nuk besoj që do të kishte ku t'ju vinte feja, apo kona t'ju vinte feja. Mendoj që feja është një çështje shpirtërore, një çështje brendshme e njeriut që e lidh me Zotin, edhe duhet besojmë tek Zoti sepse është krijuesi suprem, dhe porositë të madhe të Zot në Koranin tha më madh, që jemi edhe në muajin e Ramazanit, ku shfrytëzoj rastin gjithë besimtarëve të urrej këtë muaj të Koranit, ku në kopertinat e Koranit, mes kopertinave të tina, të Koranit për libri qiellor i besimtarëve të besimit islam, dhe gjitha librat e tjera që janë qiellore fetare, që të gjitha nxisim për paqe, për dashuri, për tolerancë dhe për dashuri ndaj Allahut. Që të gjitha porosisin që ne kontributin tonë ta bëjmë në vendin tonë. Dhe ata cilët kontribuan, e ata cilët fatkeqësisht sot që kemi në mesin tonë, sepse dulën ballë armikut, Zoti i quajti që nuk janë të vdekur, por janë të gjallë, por ne nuk e kuptojmë gjallërinë e tyre. I shohim sot veprat e tyre sepse po jetojmë një shtet paqes, një shtet në liri. I shohim veprat e tyre. Dhe ne gjenerata e re, sepse unë ta ke gjeneratës së re, shumë kisha dashur, shumë kisha pas dëshirë që të jem mesin atyre burrave që sakrifikuan çdo gjë. Agresori që ndodhi ajo lufta në Kosovë ka pas ndihmës madhe edhe nga Shqipëria, sepse ne jemi një këmbë, një xhak, një gjuhë, një kulturë, një traditë, këto duhet ta ruajmë. Unë e dua flamurin kombëtar dhe nuk asnjë flamur tjetër, këtë e konsideroj që është flamuri joni dhe besoj fuqishëm në ideologjinë dhe në vizionin e bashkimit kombëtar, dhe kushdo tjetër që beson diçka tjetër duhet vetëdijsohet menjëherë, sepse nuk kemi kohë të merremi me pollavra e me gjërat e kota, por kemi kohë të merremi me shtet ndërtim, e kemi kohë të merremi me çështjen tonë kombëtare, të merremi me çështje të cilat janë vizionare, e cilat jemi në një kohë moderne, jemi në një kohë të teknologjisë, të fushave të ndryshme, e në këtë kohë ne s'duhet asnjë aspekt, në asnjë kohë, në asnjë moment, në asnjë rast ta harrojmë gjakun tonë. E gjaku jonë nuk rrit diçka tjetër por pas kozvezi. E meqense e përmendët edhe ju vetë, në fakt jeni konsideruar shpeshherë si një hoxh modern, si një imam modern, ndoshta edhe sepse i përkisni brezit të ri, por nga ana tjetër edhe prej përmbajtjes që kanë ligjëratat tuaja. Si ju bën të ndjeni ky fakt? Unë nuk e kuptoj, ndoshta dikush mund ta kesh kuptoj termin hoxh modern apo super modern, mund ta kesh kuptoj dikush. Unë besoj në Zotin, besoj Kur'anin, besoj fen islamin dhe i takoj kësaj fe, jam hoxh i cili predikon ajete kuranore dhe hadithet pejgamberit Muhammed a.s. në hutbe dhe në ligjëratat e mia. Krahas këtyre asnjëherë nuk guxon të mungoj termi lutja për dëshmorët, për martyrët, për kombin tonë. E kemi borxh, e kemi obligim që të flasëm këtyre tema, të flasëm të rinjeve, të flasëm brezave që do të vinë, të tregojmë diçka të vërtetë, e çështjet politike të cilat ndrojnë çdo ditë janë tema të tjera, por në fund ditës brumi dhe bazamenti dhe çdo gjë tjetër që na ndërlidh është kombi jonë. Nuk guxojmë të titresojmë apo të fusëm celula apo çarqe të tjera të cilat janë kundër vendit. Çarqe dhe celulat të cilat nuk janë pro vendit dhe nuk janë pro kombit. Ato çarqe dhe celulat duhet të ulëmtohen menjëherë, apo ne nuk do të heshtëm karshi atyre celulave që s'kemi heshtur asnjëherë, sepse nuk kemi lejuar dhe nuk kanë lejuar të parët tanë, nuk kanë lejuar baballarët tanë, nuk kanë lejuar gjyshrit tanë, nuk kanë lejuar stërgjyshrit tanë, dëshmorët tanë, mësuesit tanë, intelektualët tanë, martyrët tanë, njerëzit cilët mendzi porrin sot ulur nga vuajtja dhe sakrifica, s'kan lejuar një gjë tillë, edhe ne nuk kemi për të lejuar. Është e pamundshme pranojmë mendime të cilat nuk i bajnë shërbim vendit tonë. Shërbimi ndaj vendit tonë, shërbimi ndaj kombit tonë, është shërbim ndaj të madhit Zot që na fali në këtë kohë. Sa e keni mbështetje në përgjithësi në lidhje me atë që ju ligjëroni shpeshherë, qoftë për besimin që keni në fen tuaj, por mbi të gjitha për patriotizmin që ju karakterizon dhe që i kushtoni gjithmonë shumë vëmendje, me të drejtë? Mbështetja është jashtëzakonisht e madhe. Unë jam imam në një fshat të komunës së Podujevës, që është fshati Bellopoj, një fshat i cili i ka dikon rreth 350 shtëpi, dhe në atë fshat kanë gjetur një mirëkuptim të jashtëzakonshëm nga këta njerëz zemërgjell, bujar, adhetare, njerëz të mëdhej, dhe së bashku me këta njerëz, unë po flas në kohën që kam hyrë nga 2022 që kam hyrë imam,
kemi bërë organizime të jashtëzakonshme, cilat nuk kanë dalë vetëm nga unë, po kanë dalë në koordinim me banorët e këtij fshati. Sepse unë konsideroj që ku të në botë që ka shqiptar, unë që bën i beqë, e themi ne një fjalë popullore, janë njerëz të mirë dhe janë njerëz me moral të lartë. S'guxoj me leju me në tjetërsu dikush tjetër. Por edhe jashtë fshatit Bellëkuj, kemi disa shoqëri, kemi disa njerëz, kam kolegë, xhollar, e kam përmendur të ta përmendi kryemami i Podujeve si është Bekim Jashari, apo ka dhe shumë imam të tjerë, të cilët janë me të vërtet për çdo lakmi, e unë jam më i vogël ndërtar, po flas edhe nga mosha dhe nga njohuritë dhe nga karriera ime, mirë po ne kemi fat që të kalojmë rrugës dhe vizionit të tyre të cilët na lanë të pastër, edhe ashtu do të vazhdojmë. S'do të lejojmë nëse dikush mendon se këta xhollarë të cilët kanë qenë patriota dëtar të mëdhenj, sepse luftës toni kanë shërbyer edhe xhollarët, por s'ka qenë luftë fetare, ka qenë luftë për shtyrjen e kombit. Mos të ngatrojmë gjanat. E dikush nëse mendon se ka qenë luftë fetare, ka gabim. Mirë, po mbi gjitha këta njerëz, nëse dikush mendon se kanë kaluar prej kësaj bote, apo dikush mendon sepse janë ardhur në pleqëri të tyre, e kanë gabim sepse këta njerëz shpirti i tyre, edhe shpirti të shmurve, edhe shpirti Zahir Pajazit, edhe shpirti Adem Jasharit, e shpirti Ramiz Ladrogzit, e shpirti Femil Ladrogzit kërkoj falje, e shpirti i familjes generalit Haradina, e shpirtat e këtyre burrave të mëdhenj vlojnë në gjakun edhe në shpirtrat tuaj. Ju e keni patur mbështetjen edhe të imamëve të tjerë, cilët i përkasin një brezi tjetër, sa asaj i vështirë ka qenë rrugtimi juaj? Rrugtimi im do të ishte tepër i vështirë, po të mos ishte mbështetja e këtyre kolegëve dhe imamëve të mrekullueshëm të komunës së Llapit, Besjanës apo Podujevës. Kam pasur një mbështetje të jashtëzakonshme, Besoj që është gjëja më e rëndësishme në fakt edhe për të vijuar punën tuaj. Unë ju uroj një punë të mbarë, gjithmonë edhe me mirë kuptim, patjetër jo vetëm nga ata cilët i përkasin fesë muslimane, po nga e gjithë shqiptaria për atë që ju promovoni dhe për këtë bashkimin mes Shqipërisë dhe Kosovës për flamurin shqiptar që gjithmonë e mbani me shumë krenari. Unë ju falenderoj shumë që ishit në Vizionin e Pasdites. Faleminderit shumë edhe prej juve, është kënaqësi ndër për mua të jem në emisionin tuaj, e herën tjetër do të jem prezant me juve, dhe nga studio juaj shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes të gjithë vëllezërit e mi shqiptar kudo që janë, edhe ju bëj të fala shumë, jeni njerëzit më të mirë që ka kriju Zoti në botë dhe në glob, në këta 7 miliard njerëz, populli shqiptar është më i miri. Dëgjoni me vëmendje. Duhet të qëndrojmë krenar, ballhapur me gjakun që e kemi brenda vetes tonë. Gjitha temat e tjera binë poshtë për ballë gjakut e përpashë që e kemi. Zoti ju ruajt, Zoti ju bekoft, Zoti ju shtoft gëzim, paqe, shëndet, lumturi në familjet e juaja. Hoxhi, falenderoj shumë. Ju falenderojmë shumë ne që ishit në Vizionin e Pasdites. Ne kemi ardhur në fund të programit, dua t'ju falenderoj edhe juve. Sigurisht që na ndoqët deri në këtë orar, ne do të ritakojemi sërish të hënën. Ju falenderoj që qëndroni me ne.